emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mi mbrëma, kudo që në ndishtë një të nëruar shikues këtu në Kosovë, rajon e Mërgat, të djelen e javës së kaluar në ditën e shenjtë të Pashkëve në Kosovë u inaugurua Mitropolia Ortodokse Shqiptare, Kisha Ortodokse Shqiptare e Kosovës, të cilës i prin hirësia atë Nikol Gjufka. Hirësia Nikol Gjufka, sepse nuk jam i mirë në base me artikulimin e titujve të sakt fetar, por një ngjarje padyshim që zgjoj vëmendjen e mbar opinionit publik, pati dhe reagime, arsa pati reagime në këtë ditë të rëndësishme. Unë prezantoj për interes të kësaj ngjarje me pesh, me qenë se vetë hirësia Gjufka paralajmëroi se themelimi i saj përbën një rëndësi të veçantë për konservimin, ruajtjen, rikthimin e trashëgimisë së përvetësuar dhunshëm kulturore e fetare të ortodokse të Kosovës nga ana e regjimit Tirant Miloševićit dhe jo vetëm regjimit Miloševićit, por edhe Serbisë së dikurshme në pushtimin e cilës, në okupimin e cilës ishte Kosova mbi 100 vite. Prezantoj hirësin Nikol Gjufka. Faleminderit zoti Gjufka. A jem i mirë me tituj apo jo, nuk e di, po. Atë nuk thuhet më, sepse kur kalon vetë hirësi Nikola. Falenderoj shumë për ftesën. Falenderoj për kohën. Edhe ju uroj dhe unë e shfrytëzoj rastin për po. shumë vjet. Shëndet edhe mbarësi. Faleminderit, urime nga këtu për ju, për gjithë besimtarët dhe një herë kemë bërë, po nuk është vonë. Jo, ne ortodoksët edhe katolikët e festojmë Pashkën edhe 40 ditë rresht. 40 ditë. Pra dhe urojmë, shpërndajmë vezë gjatë 40 ditëve. Po, është një ngjarje me peshë që zgjatet të pse zgjatet bashkë të dielën. 40 ditë. Është ditë e shenjtë, dita e Pashkëve. Po. E diela ishte ditë e shenjtë për besimtarët i krishterë, ata katolik dhe ortodoks. Dhe protestantët. Po. Sepse komuniteti e hebrej festoi Pashkët një javë, po, komuniteti e hebrej festoi Pashkët një javë me herët dyndja e popullit izraelit drejt Egjiptit atje, dhe kur masnej u shpëtuan, si ta them ashtu, nga Mesia. Po, është një temë tjetër. Do të flasim peshën që ka kjo ngjarje, si nisi, nga kush nisi dhe si thonë thelbi i rëndësisë së saj ndër shqiptarët. Unë mendoj që ai që ka lexuar të paktën historinë e Kosovës e kupton shumë mirë që kjo është një ngjarje e cila është historike për shtetin modern të Kosovës. Sepse Noli thoshte pa një kishë kombëtare shqiptare vjet në rrezik sovraniteti atë dheut. Dhe këtë gjë e tregon më së bukur historiku i Kosovës. Pra, Serbia çfarë ka bërë me Kosovën? E ka pushtuar dhe për ta arritur, për ta mbajtur në okupim, sot e kësaj dite thotë jo, thotë Kosova është Jeruzalemi ynë, ne nuk largohemi nga aty, se ne kemi kishat dhe manastiret tona. Por që ato kishat dhe ato manastire po t'i gërvishësh pak, aty del historia shqiptare. Ne kemi shumë foto të shqiptarëve kur ruajnë manastirin e Deçanit, Graçanicës, Pejës, gjithë kishave në Kosovë. Të gjithë e dim historinë. Perandori Konstantini i Madh, Shën Konstantini, nga ka qenë? Ka qenë Dardanës. Pra ne na takon kjo, ne kemi themeluar këtë fe. Sigurisht pas Krishtit, se themeltar është Krishti, por ne kemi zyrtarizuar këtë fe tek njerëzit. Ortodoksin, krishtërimin. Ne kemi qenë të krishterët e parë, pavarësisht me ardhin e sultanëve, të cilët u bë pushtimi edhe përhapja e një feje tjetër, me dhunë, pa dhunë, me dhunë, pa dhunë, pa rëndësi ka. Duket që besimi ortodoks ka qenë ndër të parët të shqiptarët sipas gjetjeve, qoftë të rrënjët e trashëgimisë kulturore
tek gjithë ato që mund të dokumentohen. Ka prova dhe fakte që kisha më e vjetër edhe nga pikpamja të toponimeve të emrave të është gjetur këtu në Kosovë. Pra, pa kishën ortodokse, shteti i Kosovës do ishte një shtet gjysmak. Sepse ka komunitetet fetare, por nuk ka komunitetin më të rëndësishëm dhe më pikant, që është komuniteti ortodoks. Ideja për krijimin e kishës ortodokse autoqefale të Kosovës nuk ka qenë imja, ka qenë e Fanolit. Fanoli ishte amaneti i tij që të krijonte kishën ortodokse autoqefale të Kosovës. Amaneti i Fanolit, po. Fanolit. Po. Gjë që nuk ka arriti dot për shkak të komunizmit. Por ja që lavdi Zotit, Zoti i sjell momente edhe gjërat në atë mënyrë sa që në datën 20 isha në Shtetet Bashkuara të varri i tij. Ke qenë? Po, si jo. Pra, si thash në datë 20 u inaugurua ose shugurua edhe selia metropolitane e Prishtinës edhe Pejës dhe e gjithë Kosovës. Tani jemi në krijimin e një sinodi. Sinodi është ai që sinodi janë 2 a 3 peshkop, të cilët marrin vendimet. Edhe ta ndajmë shtetin e Kosovës në dioqeza. Dioqeza e Prishtinës dhe Pejës, e Prizrenit, e Gjakovës, edhe disa të tjera. Kështu që kjo është historike, mu më erdhi keq, që në atë ditë asnjë komunitet fetar nuk erdhi të na uroj Pashkën, ndonse kishin ftesë. Asnjëri. Absolutisht asnjëri. Vetëm një besimtar protestant, por jo përfaqësues i kishës protestante. Askush, as katolikët nuk erdhën, as protestantët, as muslimanët nuk erdhën, si duket do kenë pasur në një indikacion që të mos vinë, ndoshta është edhe frika. Patjetër, unë e kuptoj, por unë mund të kuptoj njerëzit e thjesht, popullin që mund të kenë frikë, por jo ata që janë besimtarë dhe krerë fetar. Në Imtërnava, pse do ketë frikë në Imtërnava të vit na uroj Pashkën? Unë pash, madje sot mëngjes, pash disa foto që ka takuar edhe papën. Nuk e di arsyeën, edhe keni marrë ndonjë përgjigje? Jo, asnjë lloj. Ftesa i është dërguar. Pash edhe disa kryetar komunash që kanë shkuar t'i urojnë festën serbëve. Pra, shkojnë i urojnë serbëve dhe nuk vinë t'i urojnë shqiptarëve. Kjo tregon mbase nuk kanë qenë në dieni ndoshta. Kanë qenë në dieni se kanë pasur ftesë personalisht. Nga unë. Je zemëruar? Jo, nuk jam zemëruar. Unë jam njeri shumë i duruar. Thjesht. Si e ke lexuar këtë, si indiferencë, shpërfillje të mëshme, si frikë tyre? E kam janë të komanduar. Pra janë të komanduar që shiko mos shkoni atje. Mund të jetë paragjykim mbase juaj? Jo, nuk është për paragjykim për mua, është thjesht një mos, domethënë një provë ndoshta, ta them, një provë për kishën ortodokse. Nuk e di, domethënë sinqerisht nuk e di pse ndodhi kjo gjë, por më gëzon fakti që erdhi populli. Aty bërë dhe lutje Perëndis po i këndonit shqip. Bekimet po i bënit shqip. Patjetër shqip. Si do donte Noli që secili Noli thoshte bëjni lutjeni Zotit shqip, se lart i rregullon Perëndia. Lart i rregullon Perëndia, po taksativisht kështu. Lutjeni shqip, nuk ka më bukur se të lutesh shqip. Mos u shqetësoni fare, sepse lart i rregullon Perëndia pastaj lutjet. Kështu që mua kjo më gëzoi shumë, fakti që populli i Kosovës erdhi. Pra, populli e kupton rëndësinë e kishës ortodokse. Se sa e rëndësishme është ajo për shtetformimin e Kosovës. Është shumë e rëndësishme, është jetike, sepse Serbia aty po të luan me kishën. Dhe atë çfarë duhet bëjmë ne? Ne duhet të krijojmë kishën tonë dhe t'i themi shtetit që ai është shtet sovran, po, na rikthe kisha tona. Kjo duhet të ndodhë, thoni. Patjetër. Kosova është bërë shtet me pakun Ahtisarit.
bisedimet e Vjenës, Hirsi Gjufka dhe për brenda pakusatisarit mbi bazën e cilës Kosova dhe është bërë shtet i pavarur si rezultat i kompromisit, ta them ashtu, nënvizohet një kapitull i qartë për trashëgimin kulturore të kishave ortodokse serbe. Është ekstrateritorialiteti i tyre dhe çdo gjë tjetër. Mendoni që mund të rikthehet në tavolinë çështja e trashëgimisë kulturore ndër breza, ndër shekujt e shqiptare, duke po mendoni që po e hapni një temë të nxehtë me këtë? Shiko, unë nuk mendoj që është fare temë nxehtë. Kjo temë, puna e kishës ortodokse, trashëgimia kulturore, shpirtërore ortodokse në Kosovë. Kjo është një temë e cila do guxim. Nuk do fjalë, nuk do frikë, nuk do lënje pasdore. Pra do thjesht guxim dhe impenjim, dhe të ecim përpara. Nuk duhet të ketë këtu pose Serbi. Serbi nuk ekziston në Kosovë, nuk duhet të ekzistoj fare. Serbi duhet të shkojë në shtetin e tij atje në Serbi, në Beograd, në Rusi, të shkojë ku të doj. Ne jemi zotë të shtëpisë, por deri sot nuk kemi pasur guximin ta tregojmë që jemi zotë shtëpie, duke i lënë shumë hapësirë të egzageruar kishës serbe. I kemi lënë shumë hapësirë dhe ajo ka përfituar me këtë dashamirësi tonën. Atëherë, por çdo gjë ka kufi. Pra çdo gjë ka kufi, çdo gjë duhet një stop, një ndalesë. Kemi dhe komunitetin katolik, ama ai lutet shqip. Ai nuk thot Kosova është Jeruzalemi i Vatikanit. Përkundrazi. Ai thot Kosova është shtet i pavarur. Atëherë kemi dy kisha në Kosovë. Kisha ortodokse autoqefale e Kosovës dhe kisha ortodokse pravoslave serbe. Kisha ortodokse autoqefale e Kosovës thot, Kosova ka qenë dikur një me Shqipërinë, ashtu është në rrethanat historike, u ndan dhe Kosova sot është shtet i pavarur, sovran, demokratik, parlamentar. Kemi dhe kishën tjetër e cila thot, pra kisha serbe thot, Kosova është Jeruzalemi ynë. Ne do të shkojmë atje, do të marrim Prishtinën, do të marrim Pejën, do të marrim Deçanin, pra kanë disa këngë ato. Atëherë, si ka mundësi, bëj krahasimin, si ka mundësi që kryetarët e komunave shkojnë dhe urojnë serbëve Shqiptar, po. Festën e Pashkës, si ka mundësi? Pse duhet të ndodhi kjo? Unë nuk e di, domethënë, edhe është alogjike. Pra se kur ti nuk njeh shtetin tim, ti nuk njeh as autoritetin tim dhe ti nuk respekton as vizitën time zyrtare. Rënjet e një hegemonie serbe ndaj shqiptarëve ndodhen pikërisht edhe tek kisha panslave serbe autoqefale Hirsi Gjufka, duke që ata janë burim, një ndër burimet kryesore të frymëzimit, të agitacionit, të asaj që ata quhen se Kosova është djepi i Serbisë dhe bëjnë këtë propagandën shumë radikale, duke frymëzuar dhe politikanët, duke diktuar dhe ata që të jenë më agresiv ndaj Kosovës. Nuk kanë mësuar, nuk kanë marrë ende asnjë leksion duket nga ajo çfarë ka bërë regjimi i Tiranë i Serbisë ndër dekada, veçanërisht dhe në luftën e fundit. Dikush më tha, Hirsi tha, shteti tha ka frikë. Dhe unë i thash atëherë, nëse shteti ka frikë, të mos ekzistojë më si shtet. Si ka mundësi që një shtet sovran ka frikë? Unë nuk e besoj këtë gjë. Jo. Unë, për veten time, nuk e besoj që shteti ka frikë. Nga Serbia, nga kisha serbe. Unë nuk e besoj. Unë besoj që Republika e Kosovës, shteti i Kosovës, dhe kur them shteti, them kryeministri, presidenti, pra të mos i ngatrojmë titujt me personat. Sot është Albin Kurti, nesër mund të jetë dikush tjetër, pastaj dikush tjetër. Kurse unë jam i përjetshëm. Unë jam kryepiskopi i Kosovës derisa unë të vdes. Kryeministrat ndryshojnë, presidentët ndryshojnë, deputetët ndryshojnë, të gjithë do ndryshojnë, po unë jam këtu
dhe pres të kem bashkëpunim me të gjithë, me intelektual, me aktor, me profesor, me të gjithë njerëzit, Kisha është e hapur për të gjithë, pra këtë duhet ta kuptojmë. Si përgjigjen e kishës ortodokse serbe për propagandën që ajo bën kundrejt Kosovës? Ja kemi dhënë përgjigje në datën 20. Se nga të fillon dhe zyrtarisht kauza? Po, unë i kisha premtuar shqiptarëve të Kosovës. Për të kthyer trashëgiminë e përvetësuar dhunshëm kulturore, fetare. Unë i kisha premtuar shqiptarëve të Kosovës që do vi dita edhe momenti kur dhe Kosova do të ketë kishën e saj autoqefale. E kam thënë përpara 2 vitesh. Dhe e mbajta fjalën. Ne kërkuam ndihmë nga kishat të tjera lokale ortodokse për shugurimin tim si peshkop i Kosovës, patëm ndihmë patjetër dhe ja arritëm. Ajo është përgjigja jonë më e mirë. Kush e bëri shugurimin tuaj? Shugurimi është bërë në Palermo. Në Palermo? Në Palermo, nga kisha Ukrainas atje, nga Ukraina si të mërgat atje, me bekimin e patriarkanës së Ukrainës, dhe ne tashti, pasi të kemi kryer ato obligimet tona kanonike, do të kërkojmë nga patriarkana ekumenike e Konstantinopojës, nga tërshenjtëria e tij Patriarku Bartholome, autoqefalinë e kishës së Kosovës. Pra të bëj një paralelizëm të bëj një paralelizëm që dhe publiku të na kuptojë. Duhet të kemi parasysh Ukrainën. I njëjti rast është dhe me Kosovën. Njësoj me Ukrainën. Ukraina donte autoqefalinë e saj, që e kërkonte, dhe Rusia nuk e lejonte. Atëherë u ngrit një kryepeshkop, i cili tha, kisha ortodokse autoqefale e Ukrainës duhet jetë autoqefale, autonome, e pavarur. Dhe patriarku i Konstantinopojës, Bartholomeu i parë, i dha autoqefalinë. Dhe sot që flasim, janë dhunuar, pra më dëgjoni me kujdes, janë dhunuar rusët nga manastiret ruse në Ukrainë, janë nxjerrë jashtë me dhunë nga shteti i Ukrainës. Shikoj shtetin çfarë bën. Pra, pasi pa që kisha e shtetit të vet u bë autoqefale, atëherë shkoi dhe i dha të gjitha kishat që rusët kishin në okupim. Është bërë me dhunë të madhe janë nxjerrë jashtë. Vija hierarkisë kishtare është ka Konstantinopoja, po? Po, që është kisha nën, i themi. Kisha nën, po. Sepse serbët e kanë... Jo, dhe serbët Konstantinopojën. Të gjithë ortodoksët, pavarësisht se serbët janë të dënuar nga Konstantinopoja, serbët dhe rusët, sepse u bë patriarkana mblodhi sinodin botror në Kret, më duket, nuk e di vitin mirë, po nuk ka shumë vjet që ka ndodhur, dhe kisha ruse dhe serbe nuk shkoi. Tazëm grekët kanë një raport tjetër me patriarkanën. Me patriarkanën, po. Jo, duket sikur ka një raport të mirë ose indiferencë me një çështje ndryshe në raport me serbët e rusët, tazëm. Këtë nuk mund ta them dot, po unë flas gjithmonë nga ana kanonike, zyrtare e kishës, që kisha serbe është dënuar nga patriarkana ekumenike që të mos meshoj me askënd, pra të mos bëj mesh me asnjë. Dhe kjo për ne është një augur i mirë. Për shkak të sjelljes së saj jo fetare. Për shkak të sjelljes së saj jo fetare. Edhe është dënuar. Edhe lavdi Zotit që është dënuar kisha serbe. Kish, nuk mund t'i them dot kish, se kish do të thotë një bashkësi njerëzish që mblidhen në emrin e Zotit. Ata nuk janë kish. Pra, një pseudo kish që fut bomba dhe armatime në për manastire,
Paja, nuk është kish më zotëri. Ishte- Aty duhet ishin përzën të gjithë klerikët. Të gjithë klerikët serbë në atë ditë duhet ishin përzën nga Në Kosova. Banjskë. Në Banjsk, po. Duhet ishin përzën të gjithë klerikët. Që nga mitropoliti Rashko Prizrenit, e të gjithë me radhë. Kishat e Kosovë ortodokse, serbe, si pas raporteve të inteligjencës dhe të një deputeti e mjaftë zëshme britanike, Alisa Kearns Mesadi. Po, shërben si stre për armatimin e grupeve kriminale serbe që Është e vërtetuar. dëshirojnë minimin dhe paqen ushmërinë e Kosovës, sulmin ndaj rendit kushtetues të Kosovës. Shiko, e di ku është më absurdja. Historia e Serbisë është shumë absurde, sepse edhe thot që nuk të njoh si shtet, edhe pret zyrtarët e tu. Pra kur unë si njoh si shtet, unë nuk të përfill fare më zotri. Po kisha serbe çon letër në polici, merr policinë në telefon, pse nuk marrin policinë e Beogradit, të vinë t'i ndihmojnë ata kur ikin në Gazimestana, ku ikin ata. Është absurde, nuk ka logjik. Pra, nëse unë nuk të njoh ty si gazetar, unë nuk bëj intervistë me ty fare. Fare. Si e stisën, si e retushuan historinë serbët, si jetojnë me manipulimin se Kosova dje? Nëpërmjet paras. Bashkëmimin. Nëpërmjet paras. Pra, Po. ata blejnë çdo gjë dhe çdo njeri. Unë në datë 20 pata bindjen e plot që do na vinte në një prift serb për vizitë. Vërtet? Po. E pata dhe një informacion që do vinte një serb. Mirë po nuk erdhi. Për shkak ndoshta kanë pasur frikë që ne kemi marrë masa ose kanë parë policinë, por do doja një falënderim të bëja Lutem. për policinë e shtetit. Është gjendur në gatishmëri 24 orë. Polici zonës, të gjithë. Për aktin publik, Po. zyrtar të inaugurimit të... Po. Na kanë ndihmuar, na kanë mbështetur. Pra ky është shteti i Kosovës, një shtet i fortë, një shtet sovran. Jo ajo që thot gënjeshtrat edhe pallavrat e Serbisë. Ne duhet të kuptojmë që nuk po flasim për Albin Kurtin, emër. Flasim për shtetin e Kosovës, për parlamentin e Kosovës. Thash, unë jam i përjetshëm në këtë post që mbaj. Kryeministrat dhe presidenta do ikin dhe do vinë, në 4 vjeta, në 8 vjeta. Ndoshta unë mund të vdes nesër, por pa merak se e kam gjetur se këtë do le pasardhës. Edhe është shqiptar i Kosovës. Ju nga Shqipëria. Po, unë jam nga Shqipëria. Njësoj jemi. Po, njësoj, po, absolutisht, por bashkëpunim keni me kishën ortodokse shqiptare? Po, i kemi dërguar një letër kryepiskopit Joan, Po tani që u frënzua kryepiskopi i Shqipërisë. frënzua, po. Po. Edhe ai është një njeri shqiptar, një njeri deri tani që po punon shumë mirë. I çmuar nga të gjithë atje, po. Nga të gjithë. Deri tani, koha është ajo që flet. Ju ka marrë në telefon? Jo, nuk më ka marrë në telefon, unë thjesht e kam dërguar një letër urimi, duke i shprehur vlerësimin e kishës Kosovës për frënzimin e tij si kryepiskop i Shqipërisë. Mund të ketë ndonjë hatrim atje për brenda? Mund të ketë ndonjë çfarë? Hatrim. Hatër. Po. Hatrim, po. Për çfarë? Për mua. Po. Po, edhe ka. Jo edhe ka, po ka, sepse i kam shar Janulatusin. Kam kritikuar Janulatusin. Për atë po të pësës. Se po mos e kisha shar Janulatusin, do më merrte sa ta merrte letrën në dorë, do më merrte të më uronte. Po, si duket është pak ajo hatërmbetja që
Ky është ai që ka kritiku Kyrion Anastasios, Janulatus, zotin Janulatus. Shiko, keni plan për të shkuar ta vizitoni? Po, patjetër do të takoj. Do t'i dërgoj një email në fillim që t'na presi, se mos na përzë, se nuk e dihet çfarë ndodh. Se dhe atje ka ende klerik grek, sa për të ditur. Joani është shqiptar, po ka 2 grek në krahun e tij. Këtë do dojë të takoje së pari nga kjo pozitë që ke marrë, si krye peshkop? Unë ato që doja të takoje, kam takuar. Këtë do dojë të takoje, po? Në fillim, njeriun e parë që kam takuar është mamaja ime, e cila ka vuajtur shumë për hatrin tim. Na është djeg shtëpia, na është plaçkite, na është çfarë s'na ka ndodhur. Në Shqipëri, po? Në Elbasan. Po. Ai është njeriu i parë që unë doja të takoja dhe e takova. Të tjerët pastaj janë kalimtar. Do vinë, do urojnë, do qëndrojnë, do ikin. Kur më pyeti dikush, tha, si ndihesh, tha, Qirësi, tha, me thënë të drejtën, thash, ndihem pak i vetmuar. Si tha i vetmuar, tha, ti tha i vetëm me njerëz sa gjithë kohës. Po, thash unë, po, ata më njohin mua, unë nuk i njoh ata, edhe nuk e di me kë po flas, sepse siç e dini dhe ju shumë mirë që në Kosovë ka shumë spiuna serb. Shumë. Ka shumë shqiptar të shitur. Shumë. Mirë po ata vrenë. Druhesh nga ke ndrojtë prej tyre? Ata, përkundrazi, ata unë duhet i mbaj më afër. Nuk fshe sekrete kisha. Djela, deri më sot është ditë e martë. Pati lumë njerëzish që erdhëm unë faktikisht për ta vizituar. Njoftimi ishte vetëm një ditë, pra vetëm në datën 20 do bëhet pritja. Edhe kurse të nesërmen jo, edhe unë të nesërmen normalisht Mitropolia ishte e mbyllur, por pati shumë vizitor dhe të nesërmen, pra dhe ditën në nesërmen deri mbas dite, pati vizitor. Sot ka vizitor. Pra, unë planifikova që dhe ishte vetëm dita e diel, po u bë e hëna dhe e marta, edhe ajo u bë ditë pashkë. Lavdi Zotit, pashkë, fest kemi për herë. Janë 40 ditë ato që 40 ditë. Do ta përkujtoni sakrificën e madhe mira vjetë më përpara atë 2025 vite përpara. 2025 vite përpara. Sakrificën e madhe të Jezu Krishtit. Po. Isha te variti në Jerusalem. Po, ndodhet tek pjesa tani të kam zili, se unë nuk kam qenë. Ku banojnë palestinezët atje. Dhe është një vend me trashëgimi të pasur, shumë të pasur, mira veçare kulturore. Këtë do të takoni nga politika për të adresuar të çështje jetike që Kosovës t'i kthe trashëgimia e saj, qindra vjeçare kulturore përvesuar dhunshëm nga serbët. Patjetër do takojmë kryeministrin, po, zotin Albin Kurti. Po. Do takojmë presidenten e Republikës, zonjën e nderuar Osmani, dhe të gjithë ata që kanë në dorë këtë gjë. Ne jemi të gatshëm të bashkëpunojmë me shtetin për të marrë atë që na takon. Jo ti marri Hirsi Nikolla, ti fusi ke xhepi, por ti marri shteti. Ti marrin besimtarët ortodoks. A e di sa besimtar ortodoks kriptot krishterë ke në Kosovë? Sa? Ke shumë, qindra, janë shumë. Shqiptar? Po, shqiptar ortodoks. Po. Të cilët nuk e tregojnë që janë ortodoks, sepse kanë frikë se quhen serb. Vërtet? Po. Në datë 20 më vjen një djalë. Djali vogël. Edhe më thot që Hyrsi thot si jeni mirë. Është mirë, si muslimani themi apo katolik ose protestant? Jo, thot jam ortodoks. Them si e ortodoks? Po thot po mami dhe babi thot nuk e tregojnë, thot se kanë frikë se do na thonë që jemi serb, edhe jemi tradhtar.
Në realitetin politik e histori kosovar, dhe kështu mund të jetë. Jo mund, po kështu është. Sepse kisha ortodokse serbe ka shërbyer si instrument direkt i Por tani tiranisë, i dhunës ndaj Por tani shqiptarëve, që kemi i shtypjes. kishën ton, tani nuk kam pse quhen serb. Ju thoni ka qindra. Po, ka shumë. Ka shumë kriptot krishterë në Kosovë. Kur mua ma tha në fillim, me thënë të drejtë nuk e besova, por ka qindra kriptot krishterë në Kosovë, të cilët unë i pres tani në seli që të vinë një nga një, ta marrin guximin, forcën edhe të vinë. Do të zhvilloni takime edhe me komunitetin ndërkombëtar, sepse mund të ndrodhë në çështje të debatit politik, tema trashëgimisë kulturore, sidomos është e ndihshme interes i madh për Kosovën, që ta ridokumentoj në tavolina ndërkombëtare, atje ku mund zbarkoj së diskutuari dhe këtë çështje e ndjeshme që Kosova jo ta rimarr, po ta vendos në tapit e saj trashëgimin e vet të vjedhur nga serbët. Shiko, unë kam qenë në Itali, kam takuar atje kardinal të ndryshëm, edhe ambasador të ndryshëm. Dhe ata kanë informacionin nga kisha serbe se në Kosovë 100% të shqiptarëve janë musliman. Katolikët janë një pakice vogël italianësh dhe për Kosovë. Po. Dhe ortodoksët janë serb, të cilët përndiqen dhunshëm nga shteti i Kosovës. Këtë ka thënë kisha serbe. Dhe kur unë i tregova foto nga mesha e parë që u bën në Rakinic, nga intervistat mia të ndryshme këtu në Kosovë, Po jemi ja prezant, po. Ato janë habitur, sepse e thoni, po si ka mundësi? Si pas ka ortodoks shqiptar në Kosovë, si pas ka katolik shqiptar, po më ka. Ka, edhe ka shumë. Dhe ndërkombëtarët habiten, sepse kisha serbe ka paguar shumë para. Si të zbarkoj kjo çështje të hapet si temë serioze në tavolina ndërkombëtare. Është interes etik për historinë e Kosovës. Unë mendoj që të popullit shqiptar në Kosovë. Unë mendoj që çdo gjë ka momentin e saj. Pra ka një nisje dhe ka një fund. Por për të shkuar te fundi ka disa shkëmbinj që duhet të kalosh. Disa hapa, po. Janë disa hapa, po themi zyrtar, diplomatik, etj. Ju nuk do dorëzoni nga kjo. Jo, absolutisht. Kudo që shkoni do ta ngreni këtë çështje. Kudo që shkoj, unë edhe pse nuk më vjen mirë, por tani kjo është diçka reale dhe ne duhet ta respektojmë me forcë të madhe. Unë prezantoj flamurin e Kosovës. Dhe ka disa që nuk e njohin ku është, ama kur i them Kosova është afër Shqipërisë, kanë qenë një shtet bashk, ata thonë, ha, po, Albanian people. Po. Pra, ne duhet të lobojmë sa më shumë për vendin tonë. Sa më shumë. Çdo gjë vjen në kohën e saj dhe kohën e sillim në njerëzit. Unë bëra të mundur bashkë me po pati vullnet, thoni mund të bëhet vullnet i strukturuar. Po pati vullnet dhe guxim. Po. Pra guximi edhe besimi janë gjëra të mëdha. Po. Për një njeri. Më pyeti dikush, si unë jam gati të paguaj para që ju të keni bodyguard në vete. Unë i thash, nuk ka nevojë për bodyguard. Nuk na vret njëri. Kush ecën me të vërtetën, me besimin, edhe me vendosmërinë, s'ka nevojë për që të ketë frikë. S'ka nevojë për frikë. Thjesht guxim edhe besim. Keni marrë kërcënime ndryshme në rrjetet sociale apo dëtiju në telefon? Ashtu sa duash. Nga e djela. Nga e djela. Nga e djela. Nga e djela, ca serb, kështu që shajnë bëjnë.
Ishin të revoltuar. Do ju djeg, do ju ashtu. Unë isha nuk e kthej përgjigje fare, ose i bllokoj. Janë adresa fake, pra janë adresa falso, që i hapin serbët nga frika dhe mirë bëjnë që kanë frikë dhe duhet të kenë shumë frikë nga kisha e Kosovës, nga kisha ortodokse e Kosovës, se sa vjen edhe po fuqizohet, është normale. Edhe janë kërcënime kështu, unë i marr si batuta. Domethënë nuk më bëjmë përshtypje. Nuk më bëjmë përshtypje se edhe nëse unë vdes, do ketë të tjerë që do ta vazhdojnë këtë gjë. Ju e shihni si mision të shenjtë. Është mision i shenjtë dhe historik. Është historik për jo vetëm për jetën time, por për Kosovën. Pra është Ekzistojnë të dhëna mirë të dokumentuara që një pjesë e madhe shqiptarëve në Malsin, si i thonë atje, në malin e sotëm, malin e Zitës sotëm, një pjesë e madhe shqiptarëve në Maqedoni të Veriut, në Kosovë mbasi janë asimiluar me kohë në ndërbreza, duke mos ndashur, dhunë shumë t'i nënshtrohen një vullneti për bindje tjetër fetare në rrethonat e sundimit osman, dhe kështu që kanë ADN-n e shqiptarit, por që janë asimiluar. Po. Sa mund të shërbej kisha shqiptare, ortodokse këtu në Prishtinë, Kosovë, që njerëz të ndjehen vërtet të lirë për ta deklaruar besimin e tyre, edhe të mos jenë të paragjykuar, si më thon, të stigmatizuar nga shoqëria. Kisha jon do të punoj vazhdimisht me ata njerëz, me shtetin, edhe me serbët, që kjo gjë t'i vjet një fre kishës serbe, t'i vjet një kufi, dhe thjesht duhet të kenë pak guxim dhe besim që të afrohen te kisha e Kosovës. Mos kenë frikë, sepse tani ata kanë një krye shkop që del edhe i mbron. Kanë kishën e tyre që del edhe i mbron. Ka shumë prej tyre që s'kan dashur të identifikohen me besime të tjera. Këta janë krishterët e Kosovës. Kanë ruajtur, kanë konservuar atë besim për vete dhe brez pas brezi, mbase mund të jenë asimiluar, mund të këndruar dhe identitetin nga droja që mund të animohen si slav, si serb, si e tjera, kanë rrezikuar çdo gjë, por nuk kanë hequr dorë nga besimi. Është një shans, një shpresë, një dritare e hapur. Është një dritare e hapur. Kisha jonë është një dritare e hapur për këta njerëz. Jo vetëm për këta, por për të gjithë. Shiko, ne nuk qëllimi i kishës ortodokse autoqefalit Kosovës nuk është të konvertoj nga musliman në ortodoks, nga katolik në ortodoks, që t'jemi të qartë për këtë gjë. Ai që do të konvertohet ose që do të pagzohet në ortodoks, duhet të di mirë katekizmin, pra të bëj katekizëm tek ne. Duhet të njohë fen, jo po duhet ta bëj këtë me vullnet të plot. Me vullnet të plot patjetër, edhe duhet të njohë me bindje fen ortodokse. Përndryshe nuk bëhet kjo. Përndryshe nuk pagzohet, ne nuk pagzojmë për numra, nuk jemi për numra. Hajde po kthehemi në fenet parve. Po kthehemi në fenet parve, i ke bëu pagan, jo i krishter. Jo i krishter. Ai që do të pagzohet, afrohet me përulësi. Edhe di dy gjëra për Biblën, për ortodoksin. Jo eja pagzohu ti që të kemi numër të madh besimtarëve, të besimtarësh ne, që ti tregojmë Europës që janë po kthehemi. Jo, nuk është kjo qëllimi i kishës tonë. Ai që do të pagzohet nga musliman të bëhet ortodoks ose ku di unë, ose nga katolik të bëhet ortodoks, duhet të di mirë teologjinë ortodokse, të bëj katekizëm, dhe pastaj të pagzohet. Nuk mund të pagzohesh sot për nesër. Jo, nuk duam numra, po e ripërsëris që të jemi të qartë, nuk duam numra. Duam njerëz të sakët. Dhe show televiziv. Show televiziv, jo. U pagzuan sot 100 veta, për shembull. Po ti marrësh të pyes, është një nga një ç'është pagzimi, as atë nuk e din. Nuk e din. Tash ti cave nuk i vjen mirë, po le të mos i vi mirë. E vërteta është e vërtet. Në Kosovë ende nuk është në fuqi ligji për lirit fetare.
çdo vit Departamenti Amerikan i Shtetit kritikon Kosovën pse nuk e ka në fuqi këtë ligj për të vënë në kontroll ligjor organizimin e secilës bashkësi fetare. Ishte një numër fillimisht për secilin komunitet që mund të trajtohet si bashkësi fetare 50, tash ka shkuar në 100. Po. Do të regjistroheni si bashkësi fetare? Jemi regjistruar. Po, në tani. Po. Ne... Po, me ligj, ende jemi regjistruar, por... Shiko, ne, kur themi jemi regjistruar... Gjitha funksionojnë si organizata jo qeveritare. Jo qeveritare, pra. Kur themi jemi regjistruar, e kam fjalën këtu që shteti e ka dokumentacionin tim, që jam për shkop kanonik ligjor në Kosovë. Ky është regjistrimi më i mirë. Sa është një më rëndësi këtë ligj që ndodh shpejt? Është shumë i rëndësishëm. Edhe pse pati konflikte. Mua më kanë thënë që ka qenë pengesë komuniteti musliman dhe komuniteti serb. Pra na internava, tani themi të vërtetën, unë kur dal në televizion nuk e gënjej publikun. Them atë që më kanë thënë ose atë që mendoj unë. Mua më kanë thënë, pra nuk jam i sigurt dhe nuk e di. Por më kanë thënë që këta dy komunitete kanë qenë pengesë dhe janë pengesë. Nuk e di sa. Nuk po i citoj sepse e di debatin që ka gjeneruar, është zhvilluar me midis tyre, por serbët kanë qenë po ashtu një problem jashtëzakonshëm në këtë proces. Jo aq i jashtëzakonshëm sa të mund të mos kalohet, por mbas edhe problemi i bashkisë islame me tarikatet, me komunitetin Bektashi. Secili shikon interesin e paras. Është diçka shumë e ulët kjo, para shtetit dhe para kombit tënd, të vësh ti interesin e 10 vetave besimtar të tu, nuk është e drejtë. Shteti duhet të jetë primar mbi të gjithë. Nuk shkri të gjithë besimet fetare. A shë një ambient ekstremist në Kosovë? A shë një abuzim me besimet fetare nga ana klerikëve që kanë implantuar një filozofi në dëm të lirisë lirë të mendimit? Ka abuzim. Unë nuk dua të citoj hoxhallar ose prishtëri e tjerë, por ka abuzim nga komunitetet fetare këtu në Kosovë. Çfarë thot një, nuk e thot një tjetër. Për shembull, marrim hoxhallarët, dikush thot është haram muzika, dikush thot jo nuk është haram muzika. Dikush thot nuk urohen pashkët, dikush thot po uroja më pashkët. Pra, nuk din se ç'thon. Jo martohu me vajzën e xhaxhait se që janë ca flicësira kështu, më falni për fjalorin, por nuk janë etike. Nuk janë etike, e mërzisin popullin. Populli është mërzitur me fenë. Unë këtë kam kuptuar. Populli është mërzitur me fenë? Po. Dhe nuk ka faj. Jemi ne ata që jemi fajtorë, ne klerikët. Dhe mendimi im është që të marrin, të japin një shuplak të mirë komuniteteve fetare, besimtarët, duhet t'i braktisin një herë dhe kishat dhe xhamiat, t'i lëm bosh edhe të shikojnë klerikët pastaj. Çfarë do bëjnë klerikët? Se janë bërë gjithë me limuzina, janë bërë gjithë me bodyguard, janë bërë gjithë me... Tempujt fetar shërben Hirsi Nikolla për të... Më falë, a jeni dhe ju dakord me këtë që unë thash? Unë jam për të bërë pyetje këtu, kur t'jam në ndonjë panel tjetër, me zë pres përgjigjem. Dakord, po do e ruaj këtë. Në rregull. Tempujt fetar, klerikët zakonisht e kanë një mision fisnik të shejt, sipas librave të shejt. Ajo është të arrisë ndërgjegjen e individit, vlerat e tij, ta bëj qenë të dobishme në këtë botë në mënyrë që në botën e përtejme, gjithë ato të mira që mund t'i bëjë në këtë botë, të shpërblet me parajsa. Po. Dhe është devijuar ky rol i klerikëve, po them, për konsume, për karburant financiar ose për çështje, është devijuar rruga e Perëndis, rruga e ligjerimit të Perëndis, ajo për cilën kanë lindur besimet monoteiste. Shiko, aty ku është e mira është dhe e keqja. Dhe normalisht
si në çdo vend ose si në çdo institucion abuzohet, patjetër, edhe me fondet, abuzohet edhe në njerëzit, bëhen edhe skandale. Por Po i referon me habitatit kulturor duhet të kuptojmë që që preferon dhe gati klerikët një janë mjerim edhe klerikët janë njerëz, nuk janë ufa. Pra edhe klerikët bëjnë gabime. Por nuk duhet të ngatrojnë gabimet teologjike me gabimet njerëzore. Nuk duhet të ngatrojnë, nuk duhet të përfitojmë. Kur them të përfitojmë, fus dhe veten time, por ne nuk duhet të përfitojmë nga dashuria edhe respekti që njerëzit kanë për ne. Unë e kam vënë re, për shembull, që njerëzit këtu në Kosovë kanë shumë respekt për figurën e Priftit. Dhe më ka bërë habi. Unë e vërej në qytet, por dalë që eci, të unë bëj shumë ecje, që takoj dhe njerëz në rrugë. Më bën habi që njerëzit e respektojnë figurën e klerikut, figurën e Priftit. Të ndalojnë, thonë, atë pi një kafe me ne, ha një drek me ne. E respektojnë dhe e duan. Dhe klerikët nuk duhet të abuzojnë nga ky respekt. Tani po flas për veten. Dhe unë nuk duhet të abuzoj me këtë gjë. Nuk duhet të përfitoj me këtë gjë. Sa keni të rëndësishme t'i valorizoni, t'i konservoni edhe traditat shqiptare, historinë shqiptare, t'a ligjeroni aty para besimtarëve ju si... Pa jo është primare. Për ju? Po. Kur thoni për ju, për kishën. Po. Sepse unë jam kisha. Prandaj po ju thonë me respekt për ju. Është shumë e rëndësishme, është jetike. Komunitetet fetare, Fanoli thot, fjali shumë të bukur. Prifti nuk shërben vetëm për ndezjen e qiriut në kish, por shërben për të folur për problematikat që shqetësojnë kombin dhe popullin. Pra, Prifti është edhe një përçues i popullit tek qeveria dhe te perëndia. Çon fjalën e popullit, se jo të gjithë do kenë mundësinë të takojnë kryeministrin. Atëherë ç'bën kisha? Kisha është zëri i një pjese të popullit. Dhe ka për detyrë ta mbrojë, jo vetëm atë pjesën që ka besimtar, po të gjithë kombin. Ne kemi figura shumë të larta që duhet i bërtasim me të madhe. Gjergj Kastrioti, Shën Tereza Kalkutës, pra kemi shumë. Fanoli, Visaron Gjuvani, Kristofor Kisi, Adem Jashari, Zari Bayaziti, shumë. Dhe ne duhet t'i promovojmë këto sa më shumë. Unë e them me burrje të madhe kur shkoj jashtë Kosovës, them vi nga një vend, vi nga një vend historik, nga një vend i përhapës i krishtërimit. Thotë, po kush është Dardania Sakra? Ne jemi Dardan. Ne jemi i lirë, nuk dolëm ne sot, nuk jemi të ardhur nga malet si që janë serbët. Shqipja është një vëgjume më të vjetra, indo-evropiane. Po. Një lutje do të për fund në Shqip, me qenë se jenë të lidhur shumë po them me kombin, si besim dhe ligjeroni me vëmendje, me insistim këtë pjesë. Do një lutje. Dhe ditë u lutë isha i befasu, u lutë për kryeministrin, presidenten. Po, pa tjetër. Nuk kanë dëgjuar ndonjë besim tjetër. Po sepse kisha kështu lutet. Pra lutet për popullin edhe për shtetin. Edhe për kombin. Pra këto janë si Ati, Biri dhe Shpirti i Shtetit. Këto të treja. Unë do bëj një lutje për të gjithë shqiptarët kudo që jetojnë. T'i kthejnë syt nga dheu, edhe emigrantët të mërguarit, t'i kthejnë syt nga dheu, të shikojnë që atë dheu ka nevojë për ta ndihmojnë atë dheun, pavarësisht se ata ndihmojnë shumë, por të përpiqen ta ndihmojnë më tepër atë dheun. Shteti duhet të punojë më tepër për popullin e tij. Duhet të lëmë sherret midis njëri tjetrit dhe të bashkohemi për një çështje e cila është ekstrem madhore. Kush është kjo çështje? Është Republika e Kosovës. Është Kisha Ortodokse Autokefale e Kosovës, e cila do të punojë
vazhdimisht, edhe do të lutet vazhdimisht për çdo qytetar, qoftë musliman, qoftë ortodoks, qoftë i çfarëdo lloj besimi. Për kishën tonë mjafton që ti je shqiptar. Dhe një lutje, nëse më lejon. Po. I lutem. Ishin ato lutjet edhe me melodi, me këndim. A doni me këndim? Si që Noli thëke ju mund të këndoni me lutjet tuaja në Shqip, po të Perëndia mos keni merak se i rregullon ajo, po. Doni me këndim? Po, me këndim, po. Janë një të shkurtër. Po. Po dua ta dëgjosh edhe këtë me vëmendje fjalë për fjalë. O Zot, shpëtoje popullin tënd dhe bekoje trashëgimin tënd, dhuroju shpresëtarëve fitore mbi barbarët, edhe ruaj shtetin tënd me anën e kryqit tënd. Faleminderit. Faleminderit juve. Ishte kënaqësi t'ju kem në këtë intervistë. E veçantë për mua. Edhe është intervista ime e parë si kryepreshkop. Si kryepreshkop, një inaugurim i kishës ortodokse shqiptare këtu në Prishtinë, që u bë inaugurimi i saj të dielën, me juve si kryepreshkop. Ju dëshiroj punë të mbar dhe suksese në kauzën që ta lartësoni, ta aktualizoni çështjen e trashëgimisë kulturore përvesuar dhunshëm nga serbët, e dokumentuar kjo që është bërë, por që kompromiset politike, zhvillimet politike quan vendin sande e këtej edhe kemi këtë realitet. Faleminderit. Faleminderit edhe ju. Shumë. Shumë faleminderit edhe ju dhe Zoti t'ju bekoj. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.